Unë Alburti, ma. Unë jem Musasmojli. Ajo kur morën për shtetë mas mundë. Ti Musasmojli, kur të vjen akuzat... Cila akuzë? Akuza për Jo, bre burri dhe më skigori se një, ato janë një burri, një krejt. Një gëshëm i 5 më dollë. Unë jam aj se kum zgjedhë vi Osasmonin. Kër e ngeshin zhaklit e keja qitën si përqave e qitën. Ta është ti tratoja dhe mu po këshës jam. Unë të kum po unë presidente. Unë të kum po presidente, me familje me kejtë kum përkra. I nga tratoj. Pse, më se tratut, jo? Nga tratoj njeve. Jo nga tratoj. Se lujë në shtrigave lujti. Mas pojë Musasmojnë në duh me dekuru, me menjue e presidentja, se jam nishi. Se e kom dhonë familjen, i kom leon në rrugë, i kom qitë. I kom leon thmin pa bob. I kom qitë bizneset. E ajo s'ka po ku gjo, vish ka vjedh, ku gjo. Janë gjo pësënin e soj, janë gjo burrën, janë gjo kretë. Te ke funit nga mosu ka manimu për karakter njëzve. Të një po thu pse ka shajt, po a di mërde i një bot pa dërushëm, pa të lërushëm, i një bo luft mi shpall juve. Mua? Po edhe ty, televizionet e kejt. I po kejt pa dërushëm, edhe profin e. Po, e për Peshkopi, qka me ndonë? Që ma kë Peshkopi një është kejni kej bëni. Nëse kë e në rënë, nëse ti sot bosh të dëksh, unë jemi dyti. Nuk po. E, vallaj ka po, bro. Peshkop, qka me ndoni për Musasmojlin? Gjdo respekt për Unë kam ortodoksi respekt, shqiptar. kemi pasur një emision para disa kohësh bashkë. Edhe kemi dalë një foto edhe i kërkova leje për snajperin nëse mund ta mbaja për një foto. Dhe kur shikoj të nesërmen, ajo fotoja ime kishte marrë dhenë në për portalet serbe. Vërtet. Prifti nacionalist që kërkon të vrasi serbët. Ndërko që unë s'kisha përmend kur as vrasja. E që kohaj patriarkë profili se e ka regjia dhe një video më duket se ja kom dërgu. E ka një video, a është patriarkë profili? I Serbis. Po. Srbija pridaje veliki značaj zaštiti svog kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu. Postupci povezani sa Nikolom Đufkom izazvali su zabrinutost i treba da se rešavaju mirno i u skladu sa zakonom. Që thot? A tha, kjo Nikola Gjufka ka shkaktue një brengosi shumë të madhe për vendin tonë dhe kjo çështje duhet të zgjidhet në konform ligjit edhe në mënyrë paqësore. Thjesht, e vërtetoj atë që unë e thash në fillim që konsiderojnë se rrezik, domethënë sepse ata presin që në mos në një talme, domethënë, po dhe hiq edhe nëse nuk ndodh kurrë që më ia marr në kisha në manastir, po vetë faktin që Kosova ka kishën e vet autoqefale, ajo tregon që Kosova nuk është Serbi. Ja vërtet. Ja, domethënë se Kosova është Kosovë. Edhe kjo e godet, kjo vret. Prandaj edhe unë prapë shfrytëzoj rastin me apelu tek kryeministri, tek presidentja, edhe tek liderët e tjerë fetar, me pas të parasysh edhe me dhonë vendin meritor kishës autoqefale shqiptar. Dikur kjo kishë ka mu njoft, edhe për kishëve tjera, madje dikur ka më njoftë edhe për kishë sërbe, që tash duket e pa imagjinueshme, por do tjetë si që ka ardhë kisha Macedone që u njoftë më në fund për kishë sërbe që su njoftë që i 100 vjetë, ka më njoftë edhe kisha Kosovës. Se jem të gutë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë videon, po të ashti që po e dëgjoj, mua nuk më shqetëson fare, do më thëmë, po besoj që edhe patriarku në Serbis nuk është se unë e shqetësoj kaq shumë, ndoshta veprimtaria e kishës Kosovës mund të shqetësoj, por nuk besoj që Nikola Gjufka mund të shqetësoj një shtet të tërë. Megjithatë, unë mendoj që kjo çështja e kishës në Kosovë nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se prona të shkojë tek i Zoti. Pajtohesh domethënë me Musasmojlin, a? Po, pajtohem, prona duhet shkojë tek i Zoti, ne duhet i rimarim kishat dhe manastiret, se këtë nuk e them unë që Manastiri i Deçanit ka qenë shqiptar, e thot historia. Thashti ti nëse do ta kundërshtosh këtë, shko kundërshto historian. Dhe gjëja tjetër që Kisha Ortodokse Autoqefale e Kosovës është një institucion fetar, ligjor. Dhe ne nuk mund të zaptojmë. Pra të shkojmë me forcë ose me dhunë ose me grumbull besimtarësh. Besimtarët janë dele të Perëndis, nuk janë ujqër
të djallit që mund të hynë me dhunë ose Ja, me qef. Dakor. Por ne jemi simbas ligjit. Po. Dhe një gjë tjetër ndjes që Po. Pa problem, zgatë sot më në tash në orë të rryma. Po. Ne se erdhëm tek sukseset e kishës, Po. në datën 20 prill